Hyrja e Lim Hotit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka qenë një nga momentet më të diskutueshme dhe tronditëse të këtij edicioni, që në minutat e para, prania e tij ka shkaktuar një rrymë emocionale të fortë brenda shtëpisë, duke e kthyer atë menjëherë në protagonistin kryesor të lojës. Arsyet janë të shumta. Limi nuk është një emër i panjohur për publikun, pasi ai ka pasur një histori të kaluara me banores Alba Pollozhani, ndërkohë që afrimi i tij i shpejt dhe i papritur me Dolcen ka ndezur debate të shumta jo vetëm mes banorëve, por edhe në rrjetet sociale. Pas hyrjes së tij, dinamika brenda shtëpisë ndryshoi ndjeshëm. Disa banorë u dukën të rezervuar dhe të shqetësuar nga prezenca e Limit, duke e parë si një faktor që mund të rrezikojë strategjitë e tyre brenda lojës. Të tjerët nga ana tjetër shfaqën kuriozite dhe ndjenja të përziera, duke krijuar një klim tensioni, por edhe një mundësi të re për lidhje emocionale dhe lojë strategjike. Publiku gjithashtu reagoi menjëherë duke u ndarë në dy kampe. Ata që shohin Limit si një lojtar të zgjuar dhe të fortë, dhe ata që e konsiderojnë sjelljen e tij si provokuese, dramatike dhe ndonjëherë manipulatore. Reagimet nuk kanë munguar as nga ish-banorët, të cilët e ndjekin nga jashtë shtëpisë. I fundit që ka folur me tone të ashpra ka qenë ish-banori Eduard Kuçi. Në një intervistë për emisionin Kanape në Të7, ai u shpreh qartë për lojën e Limit dhe nuk i kurseu komentet ironike, duke i cilësuar ato si një lloj kërcënimi televiziv. Edhe pse pranoi se nuk e njeh personalisht Limit, Kuçi përdori një gjuhë të drejtpërdrejtë dhe metaforike për të përshkruar situatën, duke krahasuar vete me një ilaç që mund të shërojë Limin. Unë Limin si Lim nuk e njoh, por loja e tij që po bën, hallalli qoftë. Unë e di çfarë loje po bën, por nëse unë do të isha brenda, bashkë këta pacient kisha pasur qejf ti kisha. Unë jam ilaç për të. Paracet, aspirin apo morfin, çfarë të duash. Isha bërë penicilin për të. Kjo deklarat jo vetëm që ka ndezur debatet në rrjetet sociale, por ka edhe një mesazh të qartë për mënyrën se si strategjia dhe përplasjet brenda shtëpisë mund të zhvillohen në ditët e ardhshme. Hyrja e Limit ka sjellë gjithashtu një sfidë të madhe për banorët e tjerë, të cilët duhet të rivlerësojnë strategjitë e tyre. Një pjesë e tyre janë përballur me dilema morale dhe emocionale, si të reagojnë ndaj afrimitetit të Limit me Dolcen, si të ruajnë aleancat e tyre dhe si të mos bien viktime lojës psikologjike që Limi duket se po ndërton me kujdes. Këto elemente kanë krijuar momente të tensionuara, ku diskutimet dhe përplasjet e vogla mund të shndërrohen shpejt në konflikte të mëdha televizive. Nga ana tjetër, ndikimi i Limit tek publiku ka qenë po aq i fortë. Një pjesë e shikuesve e vlerësojnë atë për guximin, natyrën e drejtpërdrejtë dhe aftësinë për të krijuar situata dinamike brenda shtëpisë. Të tjerët kritikojnë sjelljen e tij si dramatike dhe provokuese, duke e parë si një faktor që mund të prish harmoninë mes banorëve. Ky polarizim ka rritur interesin dhe diskutimet në rrjetet sociale, duke bërë që çdo lëvizje e Limit të ndiqet me vëmendje maksimale nga publiku. Në ditët e ardhshme, sfida e Limit do të jetë të mbajë balancën mes marrëdhënieve personale dhe strategjisë së lojës. Ai duhet të jetë i kujdesshëm që afrimi me Dolcen të mos ndikojë negativisht në marrëdhënien e tij me Albën dhe banorët e tjerë, ndërkohë që secili reagim i tij monitorohet nga sytë kritik të publikut dhe ish-banorëve si Eduard Kuçi, i cili tashmë ka treguar se nuk do të kursej komentet e ashpra. Hyrja e Limit ka ndryshuar rrjedhën e lojës, duke sjellë një dimension të ri emocional dhe strategjik, ku çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo afrim mund të ketë pasoja të menjëhershme. Një gjë është e sigurt, Limi nuk është thjesht një banor i ri, por një faktor i fuqishëm që do të ndikojë në dinamikën e shtëpisë dhe që pritet të prodhojë momente të forta, debat dhe dram për publikun, duke e bërë këtë edicion të Big Brother VIP Kosova një nga më intriguesit dhe të ndjekurit në historinë e tij. Ju kujtojmë se një ditë më parë Big VIP Albania ju informoi se Edi hodhi akuza për Dolcen duke e quajtur atë shumë mendjelehtë. Ja çfarë u tha dje ndiqeni. Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Edi Kuçi, ka bërë së fundmi një reagim që ka shkaktuar bujë të madhe në rrjetet sociale, duke ndezur menjëherë kurreshtjen e ndjekësve dhe fansave të formatit. Përmes një postimi të drejtpërdrejtë, ai ka paralajmëruar se shumë shpejt do të flas hapur dhe pa dorashka për raportin e tij me banoren aktuale të shtëpisë më të famshme. Dolcen, një histori që prej kohësh ka qenë në qendër të aludimeve dhe spekulimeve publike. Edi ka lënë të kuptohet qartë se mes tij dhe Dolces ka ekzistuar një lidhje apo një marrëdhënie më e thellë se sa është perceptuar deri tani nga publiku. Ai ka bërë të ditur se ditën e nesërme do të dalë me një deklaratë të plotë, ku do të zbardhë çdo detaj dhe do të tregojë versionin e tij të vërtetës, duke premtuar se nuk do të lërë asgjë pasqaruar.
Ky është një paralajmërim për të gjithë ata që kanë qenë kureshtar ndaj kësaj lidhjeje. Ata që më njohin e din kush jam, ka shkruar Kuçi, një mesazh që është interpretuar nga ndjekësit si një sinjal se ai ndihet i keqkuptuar dhe se dëshiron të mbrojë imazhin e tij përballë zërave që kanë qarkulluar në rrjet. Ky postim ka marrë menjëherë qindra reagime, komente dhe shpërndarje, duke e kthyer temën në një nga më të përfolurat e momentit. Ndërkohë, brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, dinamika ka ndryshuar ndjeshëm pas hyrjes së banorit të ri, Limi. Me ardhjen e tij, Dolce ka shfaqur një ndryshim të dukshëm në sjellje, duke u afruar shpejt me banorin e ri dhe duke treguar një afrimitet të hapur, i cili nuk ka kaluar pa u vënë re as nga banorët e tjerë dhe as nga publiku jashtë shtëpisë. Kjo sjellje ka nxitur komente të shumta dhe diskutime të zjarrta në rrjetet sociale, ku ndjekësit po analizojnë çdo veprim të saj. Në këtë kontekst, Edi ka hedhur edhe një thumbim të drejtpërdrejtë ndaj Dolces, duke e cilësuar atë si mendjelehtë. Ky koment ka shtuar edhe më shumë polemikat, duke ndarë opinionin publik në dy kampe. Ata që mbështesin reagimin e Edit dhe ata që e konsiderojnë deklaratën e tij si të panevojshme ose të nxitur nga xhelozia. Tashmë, gjithë vëmendja është e përqendruar te deklarata e paralajmëruar e Edit. Mbetet për të parë se çfarë do të zbulojë ai konkretisht, nëse do të dalin detaje të reja që mund të tronditin publikun dhe nëse kjo histori do të ndikojë në perceptimin e publikut ndaj Dolces dhe dinamikave që po krijohen brenda shtëpisë. Një gjë është e sigurt. Kjo çështje pritet të jetë një nga temat më të diskutuara në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.